E pera mi da porta. Ju? So, yeah. So you had different taco. Atje është Prishtina. To moram, jako su nam... Dve godine smo negocirali sa... Ovo nam je najveća kompanija, ima još puno, a gdje im je... Panajiri ka rëndësi shumë të madhe, sepse përpos prezantimit të produkteve të kompanive, bëhet njëkohësisht edhe prezantimi shtetëror. Do me thonë, prezantimi i përgjithshëm se çka ka Kosova dhe çka prodhon Kosova, çka mund të ofrojë Kosova tregu ndërkombëtar, jo vetëm tregu gjerman. Edhe pse konsumatorët apo njerëzit që vizitojnë standet tona, shumica tyre janë gjerman. Prap kjo është e parëndësishme, sepse ka dhe vizitorë të shumë vendeve tjera. Është një rëndësisë të jashtëzakonshme, kjo pjesëmarrje në Panair Grindvik, apo Java Gjelbert. Spari kisha me falenderu Ministrinë për këtë eveniment që për herë të parë, edhe pse ko marrë pjesë në për shumë Panaire të karakterit botëror, edhe në Paris dhe në Gjermani, vitin e kaluar në Berlin, po është në Biofan në Berg. Muj me thonë që për herë të parë është organizuar një Panair ashtu si meriton shteti jonë i Kosovës, ku për krajet jashtëzakonshme ka thonë edhe prezenca e ministrit që tri ditë radhazin në këtë Panair. Kemi vendosur që ta risjellim Kosovën në këtë Panair
me mbështetjen edhe të partnerëve tonë vendor dhe ndërkombëtar për të shfrytzuar edhe një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv në nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, e cila i mundson mbi 2500 produkteve agroushqimore të Kosovës që të deportojnë dhe të shiten në tregjet evropiane pa barierat e skaluarës. Andaj ka qenë shumë me rëndësi që në tregun gjerman, që është tregu më i madh brenda Bashkimit Evropian, të kemi prezencën e produkteve të ndryshme të Kosovës, të cilat në të ardhmen mund të jenë pjesë e tryezave gjermane, të familjeve gjermane, qytetarëve gjerman.